Po afërdita pra prej qendrës së vendvotimit këtu në Budojevë kom ardhur këtu në një çajtore e cila ishte e njohur për qytetarët e Budojevës. Tash na veç po vazhdojmë me hyrë mrena edhe me i pyet këta qytetarë këtu se si kanë qenë zgjedhjet në kohën e tyre, në kohën e pas luftës dhe si janë tash. Ndërruan po ndajna këto të tema se veç je i para. Mund të fillimisht me na u prezantu. Po, Isak Gjata. Apo na tregon a e ke shfrytzuar të drejtën e votës sot? Po, kom shfrytzuar. E ke shfrytzuar dhe ka ardhur më herë në çajtore? Apo çish është rutina që ti? Dalim pak shëtitëm, u takova me një shok edhe erdha që në kafe në pinë e çaj. Apo na tregon pak për emocione, si është, çfarë emocione është sot me dalë me në zgjedhje, me dalë me shfrytzuar drejtën e votës, edhe çfarë ndjenje ka qenë në kohën atëherë pas luftës, në fillim pra në zgjedhjet e para pas luftës? Po si mas me duhet secili me dalë me votue, se e ka për veti. Me zgjidh ato që punon, ato që i grah për para qytetit. Këtë e nëzjedhe personalisht për vete njëri jeton, voton. S'ka nevoj me lutë. Po në që se krahasojmë atëherë me tash, unë jam këgja i vjetër, në 2020 jenë shtyje zjedhe dhe në ranon, se s'ka mujtë njerëzit me votu për i radhe. Tash, do të më shkuar me lutë në për shpia, se nuk dalin. E shkaku është politika. Unë pyesha që jeni një grup i madh i moshatarëve, ta thema ashtu, që jeni mbledh këtu. Po, a keni ndonjë përplasje në herë su naj zëng të vogël, nështë për... Ja, s'kem na heq. Pajtoni për... S'kem. Se që dhe ka atë mendimin e vetë, edhe s'ka kërkar problemi për ata. S'mënona me e imponu kërkuj. Asë mund s'ma imponu kërkush. E vëtaj ato që ma mene që është për të votue. Faleminderit shumë aq. S'ka përse, faleminderit. Përshëndetje. A mundesh me na u prezantu? Ahmet Laloshe. Apo na tregon a e ke shfrytzuar drejtën e votës sot? A ke dalë me votu? Po, kom votu. Kom të shfrytzuar në ora 12. Tash jem të i prit rezultatet, letë fitën maj miri, letë fitën aj që punon, nuk ka rejtën, dhe kej shqiptarim, letë fitën maj miri. Unë e pyetja edhe agjen tjetër pak ma herët, si ka qenë ndjenja ndoshta në kohën atëherë ma pas luftës, pra në zgjedhjet e para, apo edhe si është ndjenja sot? është konë atëherë një fandinje, ma e veçanë se zgjedhjet e para mas luftët i në konë. I kina prit me as drejt për herë të parë kina votu, do më thonë ndaj që i na konë ndaj mas luftës, mirë atë shku qetë të punë, mirë u konë edhe atëherë u konë ma mirë, se jenë konë pak ma emocione, jenë ka pas ma shumë se për herë të parë, po tash dohet letë punën dikush ma mirë, për një të ardhme me të rritë ma të mirë. Apo mendon që atëherë kanë votu ma me emocion, ma me zemër, tash po dalin veç ma... Po tash ma pak dalin ma pak shumë, atëherë jenë dalë dikun 90%, jenë dalë shumë ma shumë. Se u konë që ashtu e do më zdesh me mas lufte, ju ka dhonë e drejta për të pare herë më dalë në vota. Faleminderit shumë. Vetë ka lufë shimirë. Ta shumë po kaloj edhe po isha edhe do ta themi kështu jeni në qef, apo? Keni votu krejt? Fillimisht ja uroj gjithë shqiptarëve fitoren e kombëtarës Shqipënisë, ndaj në okupatorit shumë vjeçar të Kosovës. Fitore e mrekullueshme, faleminderit djemave, faleminderit gjithëve, edhe urime gjithë shqiptarëve fitoria e kombëtarës. A keni shfrytzuar sot drejtën e votës? Po, e kam shfrytzuar drejtën e votës, kam votuar, ndoshta nuk është relevante me kallëzu për kënd. Po vrejta pak pa rregullsi edhe aty në qendrën e votimit ku unë votova. I zgjeta disa fotografi të vetvendosis aty në atë vendin ku votova unë edhe i raportova te komisionerët, nuk di tash çka do të veprohet më tutje, mirë po. Në cilën qendër të vendvotimit? Në shkollën në Prashri. Unë po do je? Po do je, po.
Okej, tash unë po të pyes diçka tjetër. Po të pyes çish ka qenë emocioni në kohën se i pyeta atë gjithë, po të pyes edhe ty. Kohën e pas luftës, në zgjedhjet e para, dhe çfarë emocioni është tash? A është i njëjtë apo atëherë ka qenë krejt ndryshe? Jo, atëherë ka qenë krejt ndryshe. Atëherë kemi qenë të gëzuar, fillimisht që jemi shtëruar për okupatorit, edhe kanë qenë zgjedhje diçka tjetër. Tash janë pak më ndryshe. Mirë po, i lutem Zotit të kalon mirë, mos ketë eksese, mos ketë probleme, edhe i uroj më të mirët fitoren. Këtë familja ju e keni shfrytzuar sot drejt? Gjithë kemi votuar, disa kemi qenë në shkollën në Emprashe, disa në shkollën Isa Boletini, mirë po gjithë e kemi krye obligimin. Edhe tash po presim mbrëmjen. Ti Hoxha e ke shfrytzuar të drejtën. Po. Çish ka qenë ndjenja? Ka qenë komplet ndryshe prej kohës ta themi kohës më herët. Po normal që pak ndryshimi, po përgjithësi pra gati njëjtë. A keni me prit këto me festu apo do largoni masi të mbyllen edhe qendrat e vendit? Unë këtu jetojmë krejt Bodojev, kështu që s'kem ka shkojnë. Faleminderit shumë. Pra, Afrodita isha këtu në qajtore në Podojev, ku disa ta themi ashtu të moshuar, disa qytetarë të Podojevës ndajtën disa ta themi mendimet e tyre se kur ka qenë më mirë ose me emocion votimet në kohën e tyre, ta themi në kohën e pas luftës apo tash. E unë po e kaloj linjën